ne nuk shpallim veten tonë. Së katërti, sepse nuk shpallim veten tonë. Ne nuk predikojmë veten tonë. Ne jetojmë në një botë plot me personalitete dhe pa heronj, apo jo? Nëse nuk kemi asgjë për të thënë, mendoj se mund të flasim për veten. Deri në një pikë të caktuar, ne si predikues nuk mund ta shmangim dot Palin apo Apolin. Ju vini dhe më kërkoni nëse mund t'ju jap një autograf në libër. E kuptoj si qëndron kjo punë, por sinqerisht, kjo nuk më krekos. Së pari, nuk mendoj se libri është aq i mirë. Djali më tha dje, pse nuk shkruan një libër të cilin dikush do të ketë dëshirën ta lexojë një herë. Kjo është arsyeja pse Perëndia na jep adoleshentë dhe të rinj. Për këtë jam mirënjohës. Prandaj, deri në një pikë të caktuar, ju nuk mund t'i shpëtoni faktit që mund të jemi inkurajim për njëri tjetrin dhe që Perëndia na përdor në një pikë të caktuar në garë për t'i dhënë një nxitje njëri tjetrit. Eja, le të vrapojmë. Më ndihmon. Faleminderit që e bëre. Mbaje mend këtë. Kjo ishte e rëndësishme për mua. Mund t'ju tregoj biblat e mia. Ato janë plot me emra njerëzish, të cilëve u kam kërkuar që të më japin autografe. Pse? Sepse ato janë gjëja më madhështore që nga koha kur u shpik buka e prerë në feta? Jo. Thjesht sepse unë i vlerësoj ata dhe fakti që emrat e tyre janë në kapakun e Biblës time apo në librin tim më shërben si kujtim për një pikë të rëndësishme gjatë udhëtimit tim. Prandaj këtë e pranojmë. Nuk mund ta shmangim dot punën e Palit, Apolit, ama mund të shmangim kultivimin e saj. Mund të shmangim kultivimin e saj. Nëse kjo ndodh, duhet që ta trajtojmë atë. Nëse po përpiqemi ta bëjmë të ndodh, kjo është diçka krejt tjetër, e kuptoni? Shikojini të gjitha ata mini furgona në zonën e Clevelandit, të cilët në pjesën e tyre të pasme kanë gjithësa për fëmijët e tyre që thonë, këtu është një student i shkëlqyer, këtu është një student i shkëlqyer. Pse e bëjnë këtë gjë vallë? Asnjë prind nuk do ta vendoste një ngjitës të tillë në makinën e vet para 20 vjetësh dhe ta ngjiste makinën nëpër qytet. Pse? Sepse kjo gjë do të konsiderohej si një tregues krenarie dhe mburrjeje të madhe. Ju nuk mburreni për fëmijët tuaj dhe të vendosni një ngjitës për këtë në makinën tuaj e t'i jepni nëpër qytet, apo jo? E po, tani e bëni. Kjo ndodh sepse këta fëmijë të dobët dhe të rënuar në vetvlerësimin dhe përhumbjen e tyre kanë nevojë të dinë se sa të mrekullueshëm dhe gjenial që janë, në mënyrë që të kenë vendin e nderit në restorant. Prandaj e kemi të vështirë të dëgjojmë mendimet tona, sepse Penelopa e vogël duhet të bëjë atë që i pëlqen dhe ne duhet të merremi me të. Në të vërtetë, duam ta marrim dhe ta hedhim nga dritarja. Pastaj të hedhim edhe prindërit pasaj. Dhe të themi, kur u bën këto gjëra qendra e gjithësisë? A nuk e di se çfarë duhet të bësh? Isha në restorantin Cooker, në kryqëzimin e rrugëve 480 dhe Rockside, dhe atje ishte një vajzë e vogël, e cila e kishte bërë baban të derdhte lot në tualet. Ajo e kishte bërë baban e saj për të qarë. Ajo ende nuk i kishte mbushur 3 vjet. Unë e dija përgjigjen, por ai nuk donte ta dëgjonte, dhe as asaj nuk do t'i pëlqente. Ju pyesni, apo flasim ende për të njëjtën gjë? Nuk e di. Kur na u kthye kjo në një pyetje? E di se çfarë po mendoni. Ju po mendoni, e po fëmijët e tij janë gdhë fare, dhe ai nuk mori kurrë një nga këta ngjitësat. E po, ata mund të jenë gdhë, ama unë i mora ngjitësat dhe i kemi vendosur te dera e frigoriferit për një 7 minuta. Mirë po, gruan time nuk e ka parë asnjëri nëpër Cleveland bashkë me frigoriferin e saj, që shoqet dhe fqinjët e saj të mund ta kuptojnë se sa të zgjuar që janë fëmijët tanë. Ne nuk shpallim veten tonë. Keni dëgjuar për atë skocezin që po tregonte foto të malësisë në Angli? Ai tani banon në Angli. Dikush i bëri një pyetje, pasi kishte treguar gjithë ato fotografi të bukura nga Skocia. I tha, ju keni jetuar për një kohë të gjatë në Angli. A nuk ndiheni që tani jeni më shumë anglez se sa skocez? Oh, jo, ja ktheu ai. Unë linda skocez, unë jetoj si skocez dhe do të vdes si skocez. Dikush komentoi, ka edhe njerëz që nuk kanë kurrfarë ambicieje. Oscar Wilde, kur po vinte nga Franca në Amerikë, e pyetën nëse kishte ndonjë gjë për të deklaruar në dogan, dhe ai u përgjigj, asgjë me përjashtim të gjenisë sime. Ky është citat. Çfarë keni për të deklaruar? Asgjë me përjashtim të gjenisë sime. Le të kthehemi aty ku filluam. Nuk mund të them, ai është, ai është, ai është. Nëse gjithmonë po them, unë jam, unë jam, unë jam.
E dini historinë e Alexander White-it në kishën Free St. George, kur një djalë i ri, në kontekstin e shërbesës së pashoqet Alexander White-it, mezi priste mundësinë që të predikonte në atë kishë. Ai e di që Alexander White është i famshëm dhe i efektshëm si predikues, ama ka një dyshim që nuk e lë rehat, që ai, si djalosh i ri, sapo të dalë të predikoj, do të ketë mundësi t'ja kalojë në shkëlqim shërbesës së Alexander White-it. Dhe se të gjithë do ta kuptojnë që personi për të cilin kanë pritur në të vërtetë është ky djalosh i ri, të cilin nuk e mban vendi për ta shfrytëzuar mundësinë e tij të parë për të predikuar. Kështu vazhdon historia. Erdhi momenti kur ai me Biblën dhe shënimet e tij ju ngjit shkallares së foltores. Vendosi aty Biblën dhe shënimet, u tregoi tekstin që kishte zgjedhur dhe filloi ta përcillte mesazhin. Tha një apo dy fjali, foli edhe pak, gjuha ju ngjit në qelz dhe e kapi paniku. Dhe më në fund ja doli ta mbyllte. Shpalli bekimin, mori gjërat e tij dhe zbritin nga ana tjetër. Një zotëri plak i cili ishte ulur në fund, u kthyen nga shoku i tij dhe i tha: "Nëse ai djalosh do të ishte ngjitur ashtu si zbriti, nuk do të kishte zbritur ashtu si u ngjit." Thesar në enë prej balte. Ne nuk shpallim veten tonë. Ne jemi një zë që thërret. Ne jemi një gisht që tregon. Ne jemi një dritë që shkëlqen. Dhe ne kemi këtë thesar në enë prej balte, që e përsia e pashoqe kësaj fuqie të jetë e Perëndisë dhe jo prej nesh. Kur të shkoj në qiell, një nga pyetjet që kam për palin është kjo: apo mendoje për Gedeonin kur e shkrove atë varg? Kam një dyshim që s'më lë rehat që për atë po mendonte. Mendoni për atë grupin e shkartisur të Gedeonit. Jo, janë ende shumë. Çfarë? Jo, ralloje sërish grupin. Ata që ulën në gjunjë, ata që e çojnë ujin me duar në gojë dhe gjithë hollësitë e tjera, pas së cilave fiksohen njerëzit kur përpiqen të ritregojnë historinë e Gedeonit, këto realisht janë informacione të parëndësishme. Gjithë sa Perëndia po bën, është që po e zvogëlon grupin në një numër i cili do të shfaqë në mënyrë të pakundërshtueshme faktin që fitoria është e Perëndisë. Perëndia do ta bëjë këtë në jetët tona, në çfarëdo mënyre që të zgjedh. Mund t'ju tregoj mënyra se si ai e ka bërë këtë gjë në jetën time. Mund të jeni ulur dhe të thoni: "Ati mund t'i duhet ta bëj edhe disa herë." Me këtë bie dakord. Megjithatë, fakti është që ai ka lloj-lloj mënyrash për të na treguar se nëse Perëndia nuk e bën këtë, asgjë nuk do të ndodhë. Ngeca sërish. Mendoj se ju a thash këtë. Më në fund do të kthehem edhe një herë në fillim, dhe atëherë e dini që është momenti që ta mbyll. Por më bëri përshtypje sërish, kur isha në zyrën e Billy Grahamit, në The Cove, kur kuptova që ai kishte atje vetëm një diplomë, atë që ishte lëshuar nga kolegji Wheaton College. Ai kishte vetëm një diplomë. Pastaj më dha një libër të jetës dhe shërbesës së Billy Grahamit. E pash. Dhe mendoj se i kanë dhënë 25 doktoratura nga e gjithë bota. Në të gjitha ato raste, atij është dashur të vishet si për diplomim dhe të kaloj ritualin, duke e ditur gjithkohën që ai nuk e kishte fituar as edhe njërën prej atyre doktoraturave. Perëndia kishte zgjedhur që të derte mbi të gjithë këtë bekim dhe gjithë këtë vajosje. Prandaj, le ta kujtojmë këtë gjë. Kur personaliteti ynë ka prirjen të ndërhyj, atëherë le të vendosim që të lartësojmë fort Krishtin. Nuk mund të tregoni dot njëkohësisht që ju jeni i shkëlqyer dhe që Jezusi është i mrekullueshëm. Ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu. Si përfundim duhet të them, ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu. Apo më ndiqni se si po e bëj këtë? Ju thoni, nuk po bën një punë shumë të mirë. Kjo është në rregull. Dua të jemi në kurajim për ju, dakord? Ne nuk ligështohemi. Nuk përdorim mashtrim. Nuk e shtrembërojmë fjalën e Perëndisë. Nuk shpallim veten. Ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu. Pali ishte ai të cilin e kishin akuzuar pa baza. Prandaj ai thot: "Tani tregohuni të sinqertë. Zbulojeni." Mbi çfarë baze e bën ai thirrjen e tij? Duke e shpallur qartë të vërtetën. Duke shfaqur të vërtetën, ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu. Perëndia na ndihmoft që, ndërsa kthehemi këtë fundjavë, ta shfaqim qartë të vërtetën. Ne shpallim Krishtin Jezus, Zotin. Pastaj, vini re që ne shpallim Krishtin Jezus si Zot. Ne nuk shpallim veten tonë, por ne shpallim Krishtin Jezus si Zot.
Bota jonë është e gatshme ta pranoj vargun Gjoni 14:6, me kusht që të mos e citojmë pjesën e fundit. Bashkësitë tona, miq dhe fqinjë tanë, ndërsa ne jetojmë një jetë ungjillëzuese, janë mjaft të gatshëm që ne të çohim dhe të themi, Jezusi tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Ajo të cilën kultura jonë bashkohore s'mund ta duroj dot, është përfundimi i vargut. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Një krishterimi pa përcaktuar është i pranueshëm, por krishterimi i përcaktuar nuk është popullor. Çfarë po predikojmë? Ne po predikojmë Jezu Krishtin si Zot, ndërsa veten tonë shërbëtorët tuaj për hir të Jezu Krishtit. Në kontekstin e pluralizmit në të cilin jetojmë tani, kjo do t'i jap përktësi asaj që po ndodh. Në librin e tij The Heralds of God, James Stewarti thotë se kur apostujt predikuan, ndodhi një pushtim hynor. Ata nuk po thoshin thjesht, e dini çfarë, ja një tregim historik. Por kishte një ndjesi në të cilën kur ata predikonin, Perëndia ishte i pranishëm. Nëse citojmë sërish nga Stewarti, ishte një flladi mbinatyrshëm, një fuqi e mistershme si ushtima e një ere të fuqishme. A nuk e dëshironi edhe ju këtë? A nuk e dëshironi këtë? Unë për vete e di që e dëshiroj. Ju e keni parasysh ndjesin, o Perëndi, duhet i shqyesh qijet dhe të zbresësh. Njerëzit më kanë pyetur për vajosjen e Perëndisë dhe për gjëra të tjera si kjo. Çfarëdo që të jetë, ne kemi nevojë për të. Çfarëdo që të jetë, ne e duam atë. Madje e duam me bollëk. Dua të lexoj gjithçka që kam mundësi në lidhje me të. Pastaj, dua të lexoj edhe më shumë dhe dua t'i përgjërohem Perëndisë për të. E kuptoj që fryma e Perëndisë i është dhënë njeriu të Perëndisë në mënyrë që fjala e Perëndisë të shpallet për dobinë e popullit të tij. Nëse kemi vetëm fjalën pa frymën, njerëzit do të thahen. Nëse kemi vetëm frymën pa fjalën, njerëzit do të krekosen. Por nëse kemi edhe frymën, edhe fjalën, njerëzit do të ndërtohen. Ne nuk mund ta predikojmë dot Jezusin si Zot dhe ta bëjmë këtë gjë të mërzitshme dhe pa gjallëri. Predikimi i Jezusit ishte i gjallë, ishte me autoritet, ishte i organizuar mirë, ishte praktik, ishte interesant dhe ishte i vërtet. Shembuj përmbyllës. Kjo ishte gjithçka që doja të ndaja me ju nga kjo pjesë. Dua që ta përmbyll dhe t'ju jap disa shembuj që kam dashur t'ju asiguroj. Hidhini sërish një sy vargut 16. Prandaj nuk ligështohemi. Por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm prishet, ai i brendshëm për të rihet nga dita në ditë. Dua ta mbyll duke ju ofruar disa këshilla nga 3 prej heronjve të mi. Kjo është shkëputur nga faqja 747. Juve që ju pëlqejnë avionët, duhet ta mbani mend këtë. Në vëllimin e dytë të Martin Lloyd Jonesit, fotoja e tij e këndshme zbukuron edhe kapakun e këtij libri. Nëse nuk i keni lexuar kurrë 2 vëllimet e jetës së Lloyd Jonesit, atëherë nuk e keni mbaruar shkollimin tuaj. Këto 2 vëllime mund t'i blini në librarinë tonë me 20% ulje. Tani jemi në fund të jetës së Lloyd Jonesit, gjë e cila është inkurajim për ju që parapëlqeni të lexoni fundin e historisë para se ta nisni atë. Le të jetë kjo një ndihmë për ju. Fjalët e tij të fundit me zë ishin ato që ai i tha doktorit të tij, Grant Williamsit, i cili e vizitoi më 24 shkurt. Zoti Williams donte t'i jepte disa antibiotik. Lloyd Jonesi tundi kokën për të thënë se nuk ishte dakord. E po, i tha doktori, kur të vijë koha e Zotit, edhe pse të mbush plot me antibiotik, nuk ka për të pasur rëndësi. Pacienti sërish mohoi me kokë. Dua të bëj të ndihesh rehat, më rehat, i tha Williamsi. Më pikon në zemër të shoh kështu, të lodhur, të tretur dhe të trishtuar. Ai po i citonte himnin e Bonarit, të cilin e dinte që Lloyd Jonesi do ta njihte. Prandaj ai i tha, më pikon në zemër të shoh kështu, të ulur, të lodhur, të tretur dhe të trishtuar. Kjo ishte e tepërt për të, Martin Lloyd Jonesin. Jo të trishtuar, i tha ai, jo të trishtuar. E vërteta ishte që ai besonte se puna e vdekjes ishte kryer dhe se ishte gati të shkonte. Mbrëm, i shkroi Grant Williamsi doktorit lokal të Martin Lloyd Jonesit më 25 shkurt. Ai nuk pranoi t'i pinte antibiotikët. Mezi fliste dhe mendoi se do të vdes shumë shpejt. Mendoi se është shumë i kthjellët dhe e di shumë qartë se çfarë do të bëj. Dhe kur nuk mund të fliste më, vajza e tij Elisabeta, ulur pranë tij, ai e drejtoi qartasit e fjalët e 2 Korintasve
4:16-18 që thonë: Prandaj nuk ligështohemi, por edhe pse njeriu ynë i jashtëm prishet, ai i brendshëm për të rihet nga dita në ditë. Sepse shtrëngimi ynë i lehtë i tashëm prodhon për ne një peshë të përjetshme, të pamas e të pashoqe të lavdis. Elizabeta thot, kur e pyeta nëse ky ishte përjetimi i tij tani, ai pohoi me forcë duke tundur kokën. Ky ishte Lloyd Jonesi. Pastaj kemi Calvinin. Sa më të vendosur që të jenë njerëzit në përbuzjen e mësimit të Krishtit, aq më të zellshëm duhet të jenë shërbyesit e krishterë për ta theksuar atë dhe aq më të palodhura duhet të jenë përpjekjet e tyre për ta ruajtur të plot, madje më tepër se kaq, të shpartallojnë sulmet e Satanit përmes zellit të tyre. Me fjalë të tjera, shumë të dashur, sa më të vështira të jenë kohrat, sa më të shurdhër të jenë njerëzit, aq më e qartë dhe aq më tepër bindëse duhet të jetë shpallja jonë. Në vend që të kthehemi pas dhe t'i dorëzohemi frymës së epokës, duke thënë, e di çfarë, njerëzit duket se janë të shurdhër, ata duken se janë shumë të topitur, monologu nuk funksionon. Prandaj le të bëjmë gjithë këto gjëra të tjera. Jo, themi ne, nuk do ta bëjmë as pak atë gjë. Ne do të kapemi edhe më fort pas qasjes antike të shpalljes së Biblës në fuqinë e frymës, duke besuar se ky është mjeti përmes të cilit Perëndia u jep jetë të vdekurve. Pra keni shembullin e Lloyd Jonesit. Keni shembullin e Calvinit, dhe kush do të jetë heroi im i fundit? Dwight L. Moody. Dwight L. Moody. Për ju që jeni kalvinist në palc, kjo është e vështirë. Ai është ende një nga herojtë e mi të mëdhenj. Kur Moody shkoi në Skoci me 21 nëntor 1873, shkoi me frikë dhe me dridhje, pasi nëse citojmë nga një prej biografëve të tij, ai thotë: Skocezët shquhen për njohjen e teologjisë së tyre. Sigurisht që të tillë ishin në fund të shekullit të 19. Ai që dëshiron ta ndërtojë në besim një bashkësi, skocezësh, duhet të vite tek ata me vajin e kulluar të shenjtërores, ta derdh atë me enët e duhura të një forme tradicionale. Ai duhet të jetë burr që ka arritur gjëra të mëdha në arsimim. Ai duhet të jetë i vulosur nga ndonjë universitet dhe mbi të gjitha, ai duhet të vijë me rekomandimin e ndonjë grupi të shquar pastorësh. Tani dëgjoni. Të gjitha këto gjëra i mungonin Zotit Moody. Nëse do të kishte një predikues në gjithë botën, i cili do të refuzohej në Skoci, pa llogaritur fuqinë e Perëndisë që e shoqëronte, ky burr do të ishte Dwight L. Moody. Me fjalë të tjera, ai nuk kishte asnjë shans që të kishte ndikim në Skoci. Kur vazhdoni ta lexoni biografinë, thuhet, takimi i lamtumirës së Moodyt dhe Sankit u mbajt në kodrat e fronit të Arturit. Arthur Seat. Froni i Arturit është kodra pas pallatit Holyrood Palace, në fund të miljes mbretërore, Royal Mile, të cilën, nëse nuk keni qenë atje, e keni parë në filmin Karrocat e zjarta, ku Eric Liddell ecën me motrën e tij Jenin dhe ajo e qorton për faktin që ai nuk po i kushtohet me gjithë zemër misionit. Kjo është një fushë e bukur me bar në atë zonë të Edinburgut. Takimi i lamtumirës së Moodyt dhe Sankit u mbajt në kodrat e fronit të Arturit. Pse? Nuk kishte asnjë ndërtesë që mund ta nxinte gjithë atë bashkësi njerëzish. Nga froni historik i krishterimit, në të cilin kishin hyrë me frikë dhe dridhje, ata u larguan me gëzim në zemrat e tyre. Pse? Sepse Moody ishte një burr shumë i veçantë? Jo. Por për arsye se Ungjilli është një histori kaq e lavdishme. Na bëft Perëndia burrat e Ungjillit. Le të lutemi së bashku. Përpara fronit të Zotit lart, kam një kryeprift që më do fort. Një avokat të përsosur kam, që sot jeton, më ndërmjetëson. Kur djalli do të më dëshpëroj dhe më tregon çdo gabim, lart shoh. Atë lart e shikoj, që i dha fund mëkatit tim. Se shpëtimtari pa mëkat vdiq. Shpirti im, fajtor, i drejtu bë, se Perëndia i drejtu kënaq të shoh atë dhe mua të më fal. Jemi të mahnitur para teje, o Perëndi i hirshëm, që nga të gjitha vendet ku mund të ishim tani, ti i ke drejtuar hapat tanë në mënyrë që të na japësh privilegjin e të qenët në miqësinë e njëri tjetrit. Madje shumë më tepër se kaq. Na ke dhënë praninë e përhershme të frymës së Perëndisë, në faktin që kemi ardhur bashkë për të lartësuar Krishtin dhe fjalën e tij, si dhe në dëshirën tonë për ta nxitur dhe për ta inkurajuar njëri tjetrin, aq më tepër që e shohim se dita e kthimit të Krishtit po afrohet. Ne lutemi për njëri tjetrin dhe duam ta dorëzojmë veten tonë në kujdesin dhe ruajtjen tënde. Lutemi që, mes shumë fjalëve, të mos na humbasin nga syt gjërat thelbësore.
Ne lutemi që të tërhiqemi sërish te Krishti dhe te fjala e tij, që ti të na mbushësh sërish me frymën tënde dhe të na dërgosh në vendet ku na ke caktuar me një zell të ri për të rirë, me një përullësi të vërtet, me një dëshirë që ti të vish dhe të bësh gjëra të cilat mund të shpjegohen vetëm sepse ti je shfaqur me fuqinë dhe pushtetin tënd. Na shpëton nga bërja e planeve të vogla, sepse ato nuk janë në gjendje që t'i ndezin ambicjet e njerëzve. Na jep një soditje të asaj bashkësie të cilën askush nuk mund ta numëroj dot. Na ndihmoj që të jetojmë ditët tona duke bërë pjesën tonë, cila do qoftë ajo, duke u përpjekur që të shohim burra dhe gra që nuk besojnë të bëhen ndjekës të përkushtuar të Jezu Krishtit. Dhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim, dhe t'ju vërë të paqortueshëm dhe me ngazëllim para lavdisë së tij, të vetmit Perëndi të urtë, shpëtimtarit ton, i qoftë lavdi dhe madhështi, sundim dhe pushtet, edhe tani, edhe në përjetësi. Amen.